prindrit janë të shqetësuar, prindrit janë të friksuar dhe nuk e bëjnë atë hapin e parë drejt specialistit, por mos harrojmë që jemi këtu për të ndihmuar. Në radhë të parë, nëse shikojmë që fëmia nuk arrin disa pika kyçe të zhvillimit. Për shembull, fëmia nuk thën kokën ndaj emrit, fëmia nuk buzëqeshë në moshën 3 muajshe. Fëmia bën regres, pra e para nuk arrin disa pika kryesore të zhvillimit, e dyta mund të ketë regres, fillon dhe humbet kontaktin me sy, ose disa fjalë që ka thënë më përpara nuk i ka thënë, pra kemi shenja regresi, ose hapi tjetër akoma, fëmia fillon edhe shfaq disa sjellje të përsëritura, të cilat janë aty dhe janë shumë frekuente. Lëvizje të pazakonta, lëvizje të papërshtatshme të duarve, rrotullime rrotull vetes, lëvizje të kësaj natyre, shikimi dorës, shikime të çuditshme, pra që ti përmbledhim lëvizje të papërshtatshme, lëvizje të përsëritura, është e mira që ti drejtohemi specialistit. Përse ti drejtohemi specialistit të përsëris me forcë që këto shenja që mundet të jenë edhe të përkohshme, pra jo domosdoshmërisht do themi që kemi çrregullim, këto shenja të adresohen menjëherë.